punonte një grup I caktuar kriminal, për të në sistem dilte zero. Pra nuk jepte sinjal sistemi. Nuk e kanë çuar fare. Pse nuk e kanë çuar? Se dhe drejtorin e përgjithshëm policisë atëherë nuk e përmendi asnjëherë ky. Ata në komision tetoron. E keni dëgjuar ndonjëherë ta përmendë, se përmend vetëm në një kështu kot. Rumbullakun. Ka pas vetën atë. Po pse do të besojnë o zotëre? Pse do të besojnë shqiptarët kur ke ti je në bashkëqeverisje? Vetëm Edi Rama nuk e di. Je në bashkëqeverisje jo me di, Edi Rama është në bashkëqeverisje. Edi Rama po pse kjo narrativa që kanë ngritur oligarkët marrin vendime, cilët janë oligarkët? Ti përmend një. Ti përmend cilët janë? Pse edhe media dalet të dorë cilët oligarkë po punon në Rama. Cilët janë? Ja ka numëruar kuvent. Por ti përmend prapë se del prapë. Ky është një sistem oligarkik thot. Me cilët oligarkë janë? Cilët janë këta? Ma afër kujt janë? Ma afër kujt janë këta? Janë ma afër Ramës? A janë ma afër Berishës? Apo janë aty këtu? Si? Për që narrativë është kjo? Se një opozit që është e pavërtet dhe bën opozit selektive, pra shikoj, brenda një dosje, merret me shumë njerëz që duhet të ekspozua gasi, po dosja nuk e ka nxjerrë, se dosja është e tmerrshme, ta nxjerrë plot. Ti isha kryetar opozite, unë do ta nxjerrja atje 24 orë në ditë atje. Do ishin gjithë deputetët e Partisë Demokratike duke ekspozuar dënat asaj që është skandaloze. Është rënimi I shtetit dhe kontroll I shtetit nga njerëz të cilët janë populli, po edhe socialistët kanë votuar që pushtetin e ke përfaqësues politik, ndërkohë pushtetin e kanë përfaqësues që nuk kanë asnjë lidhje me politikën dhe kontrollojnë dhe kanë vendosur në influencë drejtori, ministri dhe tendera e kështu me radhë. Si do fitosh ti kur nuk përmend oligarkët, nuk përmend bandat, po edhe kjo se unë nuk dua ty, po si mund të nuk dua ty kësaj? Çfarë është ky? Ky është antar bande apo është politikan? Pse nuk I përmend bandat në Elbasan të gjitha ky? Çopjat, çapjat, pse përmend vetëm këtë? E di ke përmend apo jo? Ka deputet. Përmend vetëm Suelin, sepse ai e ka ndihmu këtë Suel Çela. Sepse është njeriu që e ka ndihmu, e mbani mend ju kur ishin zgjedhjet. Po, zoti Bardhi akuzonte Kamurnokun për lidhjen me Suel Çelën. E ka ndihmuar zotëre. Tani kur është vërtet ajo akuzë Bardhi mos godit në mënyrë selektive. Se me thënë vërtetën, pastaj kur këto ishe bashkë me njëri tjetrin në Ervin, nuk di ta kuptosh më kush është vërtet. Unë di të them këtë gjë se e akuzonte Bardhi atëherë thonë Suel Çela I bënte listat Kamurnokut. Po fakti që ndron që ky nuk I përmend. Tani ata janë bashkë dhe tani ta akuzojnë ty që je lidh me Suel Çelën. Me thënë vërtetën. Po fakti është ky banalitet shumë I madh. Dakor. Unë nuk po bëj këtë akuzë, unë po bëj këtë pyetje. Është fakt ky që nuk I përmend gjithë bandat, përmend vetëm ato që I interesojnë. Po, vetëm ato përmend. Po ato e ka deputete. Tani kam një pyetje tjetër se kjo është një A është çapja ajo? Ajo deputeti. Po nuk ka lidhje se ajo mund të jetë ka qenë parti dhe kështu, po them nuk merret në bandë, ajo është në punë vetë, ka qenë unë di që ajo ka qenë gjithkohën në Partinë Demokratike se e njoh edhe nuk ka në gjë. Por unë merrem me gjuhën e Sali Berishës, I cili është selektiv. Se nuk ka lidhje ajo edhe ajo dhe kushdo, as mbiemri, as lidhje familjare, ajo përgjithësinë e ka personale. Unë po them çfarë bën ky zotëria. Një sekond që ta sqarojmë këtë gjë. Fakti që I përmendet emri asajt, nuk I përmend se ne doja përmendim po sepse për shkak të logjikës politike të Sali Berishës, I cili merr me libër shtëpie, e meriton t'ja përmendesh me libër shtëpie gjithë deputetët vet. Unë nuk dua ti përmend tjerë, por ky rrim me ky dhe njerëz rrotull ti, ju blejnë edhe të mbathurat njerëz që kanë lidhje me krimin. Tani mos më tregojnë mua pralla. Si u blen? Unë veshjet komplet dhe gjërat e tjera. Janë njerëz të lidhur me njerëz të këtij në të gjitha kuptimet. Pra mua mos mi tregojnë, unë nuk e bëj këtë politikë të pisët, të ndyrë, të fliqur, se dua të krijoj një standard, po e pati unë kisha se edhe sot nuk diskutohet. Jam I vetmi kandidat që depozitova një platformë. Apo jo? E vërtetë është, po dhe kjo. Pse do vi Sali Berisha prapë? Që të bëj biznese? Cila është arsyeja që duhet të jetë prapë në krye të Partisë Demokratike? Dhe elementi tjetër që është qesharak është kjo, se këtu çdo gjë fillon edhe harrohet. Ju e keni ndjek, besoj e keni raportu, por mua nuk më akuzon dot për lidhje me krimin se unë kam bërë burg për denoncuar një krye trafikant që ishte I lirë dhe ditën që kam denoncuar unë kam shkruar në burg, I klanit Xhafaj. Geron Xhafaj.
Dhe unë i kam përmendur gjithë me emra, këta e dini ju që në Partinë Demokratike nuk dilin njerëzit se dilje unë se kishin frikë të i përmendin me emra, njerëzit. Mbajmon atere që e nisi Basha, Utoroj, e nisi Ali Bej, Utoroj, të pasaj ngele dhe jo vetëm të kë rast, për jo Ali Bej ka qëndru, nuk është e njerëzit që triqaj po themi në logjikën politike, Ali Bej qëndron, mendimit që ka qëndrimeve që ka, nuk është se e unë të njerëzit që triqen, me thënë drejten.